tash ku I drejtohet fenomenit të cilët shqiptarët e bën fenomen, Luiz Eli. Luiz, ajo çfarë unë doja thoja nga ana ime, si një njohëse mirë e politikës shqiptare, si një njohëse mirë e jotja, që në fillimet e tua të para, që në intervistën tonë të parë dikur në Radio Stinët, duke ditur që ke qenë një djalë shpeshherë afër politikës shqiptare, por dhe larg, shpeshherë duke përfituar dhe nga politika shqiptare, por atë të cilën ndoshta nuk e ke kuptuar ende është që shqiptarët kanë treguar që kur një njeri ka nevojë bëhen të gjithë bashkë dhe ta zgjasin dorën ashtu siç ta zgjatën ty. Por kjo nuk do thotë Luiz Eli që Shkodra blihet. Shkodra nuk blihet. Shkodra nuk shitet. Shkodra nuk preket. Shkodra ka nevojë për një drejtues që në fund të ditës ka nevojë të njohë Shkodrën, të njohë pikat kryesore të Shkodrës, e të kërkoj një drejtues I cili mund ta çojë përpara. Shkodra ka treguar gjithashtu që është besnike dhe ky është virtyti më I mirë që kanë gjithë shkodranët. Shkodra duhet të ecë përpara për ne, për të rinë shkodran, për familjarët tanë të cilët jetojnë atje, për miqtë tanë. Shkodra ka nevojë për një drejtues të fortë, besnik dhe jo tradhtar. Ju ftoj gjithë të mbështesni Bart Spahin, I cili me vizionin e tij do të çojë përpara Shkodrën, I cili e njeh Shkodrën në flamë të dorës dhe është afër